kemi lakmi të keqe dhe lakmi të mirë. Lakmi e keqe është ajo lakmi e cila dëshiron nëpërmjet rrugëve të jo legjitime ose do thoya nëpërmjet rrugëve haram që të arrin deri tek një çështje e caktuar qoftë e pasurisë, pozitës edhe të ngjashme. Ku nëpërmjet lakmisë së keqe mundohet që njeriu të shfrytëzon momentin dhe të dëmton të tjetrin edhe duke mos ia përmendur dhe sakrificë vetëm të arrin tek një çështje e caktuar. Në krahasim me lakminë e mirë, e cila është pozitive, që është ambicie faktikisht, ambicie të cilën duhet të ketë çdo besimtar për me arritur tek një respektive fjalën të pasuria nëpërmjet rrugëve të lijuara halal, nëpërmjet punës, angazhimit, sakrificës, bashkëpunimit edhe mënyrave të tjera që e bën njeriu të ketë ambicie për me arritur tek një qëllim i caktuar, por nëpërmjet rrugëve halal dhe të lijuara. Pra, ambicia është e kërkuar tek besimtari. Besimtari duhet të synojë të jetë pse jo i pari, pse jo më i miri, nëse Zoti i ka dhënë mundësi, po gjithmonë ajo që bën diferencën pastaj janë rrugët e lejuara ose ato të ndaluara. Po, gjithsesi faktikisht ambicia është një prej çështjeve për të cilat Allahu subhanahu wa taala në Kur'an në shumë ajete kuranore gjithashtu edhe pejgamberi alayhis salam na ka inkurajuar që të punojmë, të angazhohemi dhe të mundohemi që të jemi çdo herë sa më lart në atë aspektin e kuptimit shpirtëror, gjithashtu edhe në aspektin e kuptimit material ose të pozitave të ngjashme. Por ajo që kërkohet kemi ajetin kuranor ku thotë Allahu wasari'u ila maghfiratin ila rabbikum, të shpejtoni dhe garani tek falja e Zotit të Madhërisht. Gjithashtu ka thonë pejgamberi badiru ila amal, mundoni që të jeni të parët në kuptimin e arritjeve të punëve të mira. Gjithashtu kemi rastin e Jusufit alayhis salam, pasi që doli për burgut të kërkoi prej, domethënë që të marrë një përgjegjësi të caktuar për shkak se dinte se veten është jo që lakmonte në pozitë të caktuar, por e dinte që ishte plotësisht kompetent për të kryer çat punë për të cilën njerëzit e tjerë nuk mundin që të kryejnë në mënyrë të devotshme, të përkushtuar, por Jusufi alayhis salam e kërkoi, domethënë që tash kjo ka qenë lakmi e tij për pushtet ose për pozitë ose për pasuri, asa ka qenë dëshira e tina që të kërkoj që kjo punë dhe që është me përgjegjësi jashtëzakonisht e madhe të kryen ashtu sikur kërkohet për një besimtari të devotshëm respektivisht për Jusufit alayhis salam.